Departamenti i Shtetit ka publikuar një rregull përfundimtar për të ndryshuar programin e vizave të emigrantëve të diversitetit apo llotarinë e Green Card. Ndryshimi kryesor i rregullit në promovimin e DV kërkon që të regjistruarit përfshin informacionin e pasaportës së vlefshme dhe të paskaduar si pjesë formularit të tyre elektronik të regjistrimit ose të tregojnë ndryshe se janë përjashtuar apo jo nga kjo kërkesë në mënyrë që dorëzojnë si duhet një formular regjistrimi për llotarinë e diversitetit. Të regjistruarit do duhet të ngarkojnë një skanim të faqes biografike të nënshkrimit pasaportës së tyre si pjesë e formularit të regjistrimit. Do të ketë një tarifë regjistrimi për $1 për gjithë ata që aplikojnë për llotarinë e vizave diversitetit, duke filluar nga cikli DV 2027. Megjithatë, një shtesë në rregulloren përfundimatare ndikojnë udhëzimet dhe instruksionet për programin EDV duke përfshirë zëvendësimin e termit gjini dhe seks dhe zëvendësimin e termit moshë me datë lindje për të pasqyruar me saktësi informacionin e mbledhur. Rregullore përcakton që këto ndryshime do zbatohen për programin e vizave të diversitetit DV 2027. Departamenti i Shtetit ka shtyrë fillimin e programit DV 2027 dhe ende nuk ka konfirmuar datën e fillimit të periudhës së regjistrimit.